Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju mbrëmësarën e të mërkurës, java 2 e Pashkës, psalmat e marra nga java 2 e Psalterit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lefti atit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit para folës të bardhe me rob shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i tij krejt i shejt në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun nej në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jon është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe qiltër, nga cila u shem feri, turma robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humlera, tiranin e vën ndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rrofsh ndërmendje o Krisht, gëzimi i pashkve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qof lavdia, që është ndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Mos të shqetësohet zemra juaj, kini besim në mua, aleluja. Psalmi 62. Vetëm në hyjin është paqja jonë. Vetëm në hyjin pusho shpirti im, sepse prej ti vjen shpëtimi im. Vetëm ai është qeta ime, shpëtimi im. Kështjella ime më kur nuk do të trandem. Deri kur do të suleni kundër një njeriu, do të rrezoni të gjithë së bashku, si murin e prishur, si gardhin e thyer. Synojnë të rrezojnë prej së larti, kënaqësinë e gjejnë në ren. Me gojë bekojnë e me zemër mallkojnë. Vetëm në hyjin pusho shpirti im, vetëm në të qëndron shpresa ime. Vërtet, vetëm ai është hyji me shpëtimi im, kështjella ime më kur nuk do të trandem. Në hyjin është shëlbimi im e nderi im. Në hyjin shpresa e fuqisime, strehimi im në hyjin. Shpreso në të gjithmonë o popull, ati i hapi zemrën, sepse hyji është strehimi ynë. Vërtet si avull janë bitë e Adamit, rrenë thjesht bitë e njeriut. Në qoftë se hipi në peshare, të gjithë dalin më të lehtë se tymi. Ruaj se shpresoni në dhunë, ruaj se ju rren preja, në pasuri kur ato shtohen, mos se ngjitni zemrën për to. Hyi një herë fali, unë këto 2 herë dëgjova. Pushteti për këtë hyjit, yti o Zot është përdëllimi. Ti shpërblen gjithkënd, sipas veprave që të ketë bërë. Lefti atit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Mos të shqetësohet zemra juaj, kini besim në mua. Aleluja. Antifona e dytë. Le të të lavdërojnë popujt, o hy, le të galdojnë për shëlbimin tënd. Aleluja. Psalmi 67. Mbar popujt le ta madhërojnë Zotin. Hyji pas të mëshirë për ne e na bekoft. Bëf të ndriçoj fytyra e tij mbi ne, që në tokë të njihet gudha e tij, në të gjitha kombet shpëtimi i tij. Të dhënë që në lavdi mbar popujt o hyj, mbar popujt e botës ty të lavdërofshin. Le të galdojnë e le të brarasin popujt, sepse popujt i gjykon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti i sundon. Të lavdërofshin mbar popujt o hyj,
Bar popujt e botës ty të lavdërofshin. Toka dha frytin e vetë. Na bekoft hyi yn. Na bekoft hyi. Frike paqin mbar skajet e botës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Le të lavdërojnë popujt o hy. Le të galdojnë për shërbimin tënd. Aleluja. Antifona e tretë. Madhështia jote i mbulon qiejt. Toka është e mbushur me lavdin tënde, aleluja. Kënga krahaso Kolosianëve kapitulli i parë dhe i tretë, rreshta 12 deri 20. Krishti, i parlindur i çdo krijese, është i parlindur i atyre që ngjallen prej të vdekurve. E falenderojmë hyjin, atin e Zotit ton Jezu Krishtit, sepse na bëri të aftë të kemi pjesë në trashëgimin e shetërve në dritë. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na kaloi në mbretërinë e Birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin, faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllesa e hyjit të papashëm, i parlindur i para çdo krijese. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë qëndron në të. Gjithçka u krijua në për të dhe për të, në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet. Ai është kryet e trupit kishës. Ai është fillimi, i parlindur i ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari. Sepse hyjit i pëlqeu të banojë në të e tërë plotësia, dhe me anë të tij gjithçka të pajtohet me të. Në sajet të gjakut të kryqit të tij, hyi vendosi paqen me krijesat e veta, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Lavdiatet e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Madhështia jote i mbulon qejt. Toka është e mbushur me lavdin tënde. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra pare Korintasve kapitulli 15, rreshtat 12 deri në 14 dhe 20. Në qoftë se predikohet se Krishti është ngjallur prej të vdekurish, si atëherë disa për jush thonë, nuk ka ngjallje prej të vdekurve? Po që se të vdekurit nuk do të ngjallen, atëherë as Krishti nuk është ngjallur. Por në qoftë se Krishti më të vërtet nuk është ngjallur, atëherë i kot është predikimi ynë, i kot besimi juaj. Por vërtet, Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Përgjigja e shkurtër. Mos e kërkoni të gjallin ndër të vdekur, aleluja, aleluja. Mos e kërkoni të gjallin ndër të vdekur, aleluja, aleluja. Ai u ngjall dhe mbretëron përgjithmonë. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Mos e kërkoni të gjallin ndër të vdekur, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Ai që vën në zbatim të vërtetën, ai del në dritë që të dalë ballafaqe, se veprat e tij u bën siç thot hyi. Aleluja. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni,
për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rezoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvojturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ai që e vë në zbatim të vërtetën, ai del në dritë që të dal ballafaqe, se veprat e tij u bën siç thot hyi. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi hyjit atë i cili me birin e vet Jezu Krishtin na qeli rrugën në jetën e amshuar. Për fitoren e Krishtit, shëlboje popullin tënd, o Zot. O hyj etërve tanë, që lavdërove birin tënd, na jep hir në një kthimi të vërtet. Bëj që gjithë jeta jon ta kumton pashkën e Krishtit. Për fitoren e Krishtit, shëlboje popullin tënd, o Zot. Ti që i bashkove shpirtrat tanë duke i thirrur te bariu dhe te mbrojtësi. Na ruaj fen me anë të barinjve të kishës sate të shejt. Për fitoren e Krishtit, shëlboje popullin tënd, o Zot. I zgjodhe apostujt e parë të birit tënd në popullin e vjetër të zgjedhur. Ndihmoj bive të Izraelit që të Krishti ta njohin plotësuesin e të gjitha premtimeve. Për fitoren e Krishtit, shëlboje popullin tënd, o Zot. Le të bjerë në mend për ata që vuajnë, për bonjakët, për të vejat. Mos i lësho dorë asnjërin prej atyre të cilët Krishti i shëlboi me gjakun e vet. Për fitoren e Krishtit, shëlboje popullin tënd, o Zot. E thirrë martirin e parë Shtefnin për ta ndarë lavdinë e birit tënd. Pranoj në mbretërinë tënde të gjithë të vdekurit që luftuan dhe vuajtën për shkak të fesë. Për fitoren e Krishtit, shëlboje popullin tënd, o Zot. Aty yn që je në qiell u shejtrofte emrit, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na lëro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, po kremtojmë për kujtimin vjetar të pashkve, me të cilat njeriu e ktheve në denjësinë e parë dhe i adhurove shpresën e ngjalljes. Po të lutemi i bëj të fitoj me dashuri tënde, të përhershme atë që e kremtoj me fe. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmësoren, vazhdoni qëndroni me programet Një zë i Krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti.